Sot bëhen 29 vjet nga rënja e heroit Luan Haradinaj, i cili kishte rënë në njërin prej betejave të para të OÇK-s kundër forcave pushtuese serbe, me 6 maj të vitit 1997 në kufirin shqiptar. Beteja disa orëshe me forcat serbe derisa po udhëheqte një ekspedit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në rrugën për të hyrë në Kosovë, i mori jetën njërit nga djemët e familjes Haradinaj. Në këtë ditë, Luan Haradinaj bashkë me të vëllain Ramosh Haradinaj dhe grupin e përbërë nga Feme Egjim Vladrovci, Selim Krasniqi, Ramiz Vladrovci, Abedin Rexha, Ilas Kodra, Rafet Rama, Egani Rama, Emrosh Gjemajli dhe Ali Ahmeti u nisën për në Kosovë. Kishin arritur si për fshatit larë, fshat që ndodhej afër kushninit të Hasit në vendin e quajtur Qafa e Mullarit, ku grupi bie në një prit që kishte zënë ushtria jugoslave në kufirin 179 shqiptar. Në këtë prit vritet Luan Haradinaj, plagoset Rafet Rama, e po ashtu dhe Ramosh Haradinaj dhe Femi Vladrovci. Trupi Luan Haradinaj pushoi në Vllanë deri në çlirimin e Kosovës. Pas çlirimit, trupi i tij u varros në varrezat e dëshmorëve të kombit në vendlindje në Glogjan të Rikës, ku prehet i qetë së bashku me 20 dëshmorët e vendlindjes. Sot bëhen 27 vjet nga vrasja e kryetarit shumëvjeçar të LDK-s dhe deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës Feme Agani. Agani u vra me 6 maj të vitit 1999 nga forcat pushtuese serbe. Me 6 maj 1999, Agani së bashku me familjen e tij tentoi ta lënte Kosovën me tren. Në kufirin me Maqedoninë treni u kthye mbrapsht. Diku afër fushë Kosovës, policia ndaloi trenin dhe urdhëroi të zbresnin të gjithë. Dëshmi të ndryshme të botuara në shtyp thonë se Agani u mor ose në një autobus së bashku me burra të tjerë shqiptar ose i vetëm me policë brenda një makine private. Kufoma e tij u gjen dënesur me mbuz një rrugë gjithë balt pranë Lipjanit. Për ndyrë të profesor Aganit, vite më parë është ngritur përmendorja e tij në oborrin e Fakultetit të Filologjisë në Prishtinë. Lidhja Demokratike e Kosovës përfundimisht ja ka hapur dyert Vjosa Osmanit për një rikthim në parti. Në një takim që zgjati për mbi 2 orë gjysmë këtë të martë, kryesia vendosi që Osmanit t'ia ndajë një pjesë të listës për deputet, që kjo synon të sjellë anipse mohoi tiket kërkuar favore. Asnjë kusht me Vjosën s'kemi pas. Por nuk është relacion kushtëzimesh, është relacion i kuptimit të nevojës së përbashkimit të gjithëve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ky përbashkim nuk kupton që ne ndërtojmë relacione mbi përbesim. Dhe përderisa kemi mirëbesim dhe kemi vizion të përbashkët, nuk fritet për kushte sepse s'po flasim për relacione kushtëzuese ndaj njëri tjetrit. E kreu i partisë tha se ka probleme dhe t'ia lëshoi vendin si prisë e listës zgjedhore. Madje nuk kurseos lëvdatat për ish bashkëpartijakën që është si kandidate për presidente. Besoj që Vjosa Osmani duhet jetë kandidatja shkëlqyeshme dhe më e duhura për presidentet e Kosovës. Besoj që populli i Kosovës e dëshiron një gjë të tillë dhe jam i gatshëm që bashkë me kolegët tonë dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës t'ia mundsojmë vetës, popullit të Kosovës, Republikës sonë një kandidaturë të tillë. Prandaj renditja në listë për mua nuk ka fare rëndësi. Ky sqaroi se forma e këtij afrimi nuk do të jetë përmes listave të ndara, por si një bashkim në ombrellën e vetme të LDK-s. Bashkëpunimi ynë është me një listë përbashkët brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, vetëm LDK-s, ka parti tjera brenda listës së LDK-s, këtë dijeni. Mund të kemi koalicione të vogla me partitë të tjera, tani po flasim për një bashkëpunim brenda LDK-s. Vetëse për këtë, duhet edhe meratimi i Vjosa Osmanit, për çka tha se do të vendoset në një takim miqësh. Një ditë më parë njoftoi se krah saj në rrugtimin politik do të jetë Faria Hoti nga Krusha. Por ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nuk po tregon se bashkë me Hotin në cilin subjekt politik do të jenë. Faria Hotin bashkë të qytetarët. Osmani nuk tregoi as për cilën pozitë do të jetë në lista, si presidente apo kryeministre. Kur do që kemi diçka për t'ju thënë, do t'ju themi. Ajo nuk foli as për koalicionin e mundshëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Madje u pyet nga gazetarët se a kanë kërkuar 4 emra në top 10-shën e këtij subjekti. Nuk është mirë me spekulu, unë nuk kam kërku kur asnjë pozitë nga askush. Ish komandantja supreme thë se në këtë rrugtim do të jetë me qytetarët. Do të jem para qytetarëve të deri sot në gjithë angazhimin tim politik janë ata që ma kanë dhënë forcën dhe edhe tash tutje do të jetë njësoj. Lidhja Demokratike e Kosovës i ka hapur dyert për rikthimin e Vjosa Osmanit brenda kësaj partie.
Në qenë se Zoti Kurti nuk e donte Vjosa Osmanin për presidente, populli i Kosovës do ta dojë. Mëngjesin e së martës, Lidhja Demokratike e Kosovës doli me një njoftim për media. E përmes tij, LDK mohoi se ka një koalicion në kryeqytet me Partinë Demokratike të Kosovës. Madje, u tha se edhe çdo marrëveshje nuk përfaqëson qëndrimin e partisë. LDK njofton opinionin publik se nuk ka asnjë marrëveshje me PDK-n dhe asnjë parti tjetër politike në Prishtinë për bashkëqeverisje. Çdo marrëveshje tjetër nuk përfaqëson qëndrimin zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si e tillë, ajo nuk krijon obligime politike për LDK-n dhe nuk mund të konsiderohet si vullnet i organizuar i saj. Por vetëm një orë pas, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, zyrtarizoi koalicionin me PDK-n. Kjo përmes emërimit të Besjana Musmuratit si nënkryetare të kryeqytetit. Po fillojmë një bashkëpunim të ri politik në kryeqytet edhe me Partinë Demokratike të Kosovës me qëllim zhvillimin e Prishtinës, për të mirën e qytetarëve të saj dhe të Kosovës. Nga sot Besjan Musmurati emërohet në pozitën e nënkryetares së kryeqytetit, duke sjellë me vete përvojë të gjerë institucionale dhe ndërkombëtare. E ky veprim i Ramës u diskutua në mesditë edhe brenda kryesisë së partisë. Nga LDK thanë se barra e përgjegjësisë së koalicionit bie mbi Përparim Ramën. Përparimi është kryetari i Prishtinës dhe i takon atij me dhënë edhe përgjegjësi edhe me marrë vendime në sajt të kompetencave që ai ka. E ky bashkim i LDK-s dhe PDK-s në kryeqytet nuk e befasoi opozitën. Kjo mund të jetë edhe një përçarje mes LDK-s, po mund të jetë edhe një fshehje ose distancim koalicion për faktin sepse tani jemi edhe në prag të zgjedhjeve qendrore dhe në farë mënyrë frigohet që ky koalicion që ka ndodhur në Prishtinë do ta dëmton edhe tej mase Lidhjen Demokratike të Kosovës. TVN ka provuar të marrë një qendrim edhe nga kryetari Përparim Rama, si dhe Partia Demokratike e Kosovës, por të njëjtit nuk kanë qenë të qasshëm. Po qëndronin së bashku në vetur në këtë rrugë. Por një konflikt që ndodhi mes dy personave në orët e para të së martës doli të jetë fatal për Rejsh Brahimajn. Ky i fundit u godit me thik brenda veturës këtu në rrugën Mbretëresha Teut në Gjakov. Pas kësaj, viktima fillimisht u transportua me urgjencë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare të Gjakovës. E për shkak të plagës së rëndë, u desh që 30 vjeçari të transferohet në spitalin e përgjithshëm në Gjakov. Por nga emergjenca thonë se viktima arriti këtu pa shenja jete. Po rreth orës 2:35 në mëngjesit është sjellur në spitalin e Gjakovës në emergjencë përmes urgjencës me autoambulancë një pacient i cili ka qenë traum. Pacientin pranim këtu kon pa shenja jete, janë marrë masat reanimatore, por pa sukses dhe u konstatu vdekja nga mjeku kujdestar rreth orës 30. Pa shenja jete ka pacient. E për disa orë i dyshuari QPX ndodhej në Arrati. Por në orët e para ditës të së martës, ai u vedërzua në stacionin policor në Gjakov. Si rezultati i veprimeve hetimore, janë identifikuar 2 persona të dyshuar. Njëri prej tyre me inicialet QPX rreth orës 9:45 është vetë dorëzuar në polici dhe me vendim të prokurorit të shtetit është ndaluar në mbajtje për 48 orë. Aktualisht në koordinim të plot me prokurorin e shtetit, policia është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme operative dhe hetimore për zbardhjen e plot të rrethanave të këtij rasti. Ndaj tij prokuroria themelore e Gjakovës do të kërkojë paraburgim prej 30 ditësh. Me vendim të prokurorit të shtetit, trupi i pajeti viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Prokurori i shtetit ka iniciuar rast për shkak të veprës penale, vrasja sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Brenda afatit ligjor do të paraqitet kërkesa për saktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente. Banorët e kësaj zone i thanë televizionit prapa kamerave se viktima kishte jetuar një kohë këto, por që kohëve të fundit nuk e kishte frekuentuar këtë zonë. Nga java e ardhshme, më 11 maj, gjykata speciale do t'ju rikthehet seancave gjyqësore.
Në trajtim për 50 rash do të ketë rastin për pengim të drejtësisë, ku të akuzuar janë Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu e Hajredin Kuqi. Akta akuza ndaj tyre u ngret në fund të vitit 2024, derisa gjyqi filloi rishtazi. Prandaj shqetësim serios po vlerësohet e zgjatja e procesit. Të marrë parasysh zhagitjet dhe vonesat që kanë ekzistuar në procesin e parë, dua të jem optimist, mirë po ka mundësi që edhe ky proces të shkojë shumë zhag, edhe pse nuk ka arsye të forta për me u zhagit, sepse nuk ka dëshmitar apo prova që duhet të nxirren në proces gjyqësor. Gjykimi do të vazhdojë me paraqitjen e çështjes nga ana e mbrojtjes. Paraprakisht, prokuroria ka përfunduar me dosjen e saj për çka ka skepticizëm. Dëshmitar nuk mund me qenë edhe ata që kanë vendosur, ata që kanë përgjuar, ata që janë dëshmitar do të me qenë objektiv, që kanë dëgjuar diçka nga persona kompetent, po jo me qenë dëshmitar punëtor të gjykatës ose punëtor të burgut. 5 të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm, por akuzat për ndërhyrje në drejtësi e ndikim në dëshmitar. Në bankat shkollore u rikthye të martën. Në këtë formë, 13 vjeçarja nga Zllakoqani i Klinës i u rikthye procesit mësimor. Krejt kjo pasi 2 ditë më parë raportoi se kujdestari i saj i dërgonte mesazhe me përmbajtje seksuale. Për këtë, ky i fundit u arrestua nga policia e Kosovës. Kthimin e nxënëses në mësim e ka konfirmuar edhe drejtoresha e shkollës, Atë Shtjefan Gjeçovi. Vajza sot ka në shkollë, kanë biseduar me ta. Është e qetë, është relaksu, është ma e qetë. Për sa i përket anës mësimore, profesorit në fjalë të arsimtarit, anës pedagogjike mësimore, na nuk kemi vrejt diçka të keqe te aja, i ka qenë profesor korrekt, ka qenë i përpikt në raport me mësimin, me punën, me profesionin. Për këtë arsye, drejtuesja e shkollës sot se ky rast i shokoi. S'kemi vrejt diçka të keqe të asaj natyre. Ka qenë diçka shokuese, diçka pa pritur, por ta shpresim raportin zyrtar të policisë. E të martën u bë ditur se edhe një person në Prishtinë u arrestua për shkak të një ngacmimi seksual. Ndërsa nga policia e Kosovës për TVN kanë bërë të ditur se në vitin 2026 janë raportuar plot 16 raste të ngacmimit seksual, kurse 10 raste të tjera janë raportuar si sulme seksuale. Këto shifra po konsiderohen shqetësuese nga sociologët. Nuk kemi masa si thash parandaluese, pastaj këto ngacmime seksuale, këto nuk janë shpeshtuar kohëve të fundit në formë shantazhe, në formë të kurzimeve të ndryshme për na paraqitur në shoqëri. Këto i kemi edhe brenda objekte të ndryshme punuse, në qarqe të ndryshme ku gratë apo persona caktuar ndjehen të rrezikuar apo të ngacmuar seksualisht. Pra nuk kemi një lloj kulture të raportimit dhe e të edukimit se çka është ngacmimi seksual, duke ditur që po të shkelen drejta të raportuar dhe kujt i drejtohesh. Në fund, Zërza thot se përfshirja e edukimit seksual në kurrikula shkollore do të ndihmonte në parandalimin e rasteve të tilla në shoqëri. Ka 27 vite që bën punën si mami. Por këtë të martë, për të dhe mamit e tjera ishte një ditë më veçantë, pasi u shënua dita ndërkombëtare e tyre. Xhamile Zeqiraj, e cila punon në QKUK, që nga viti 1999, thosë se kënaqësi në këtë profesion e merr nga kujtesi për nënat dhe foshnjat. Po kur nanave ju jep mbështetje emocionale, ju tregon afërsi, ju jep një çështje pozitive, ato gjithmonë të falenderoj se në ato momente e ka personin më të afërt ty, personin që e jep shërbimin, edhe ndihen shumë komod, ndihen shumë rahat dhe gjithmonë ju falenderuese. Këtë kujdes e ndjeu edhe kjo nën që solli në jetë fëmijën e saj. Prej ditës parë kur jam pranu këtu në klinikë, kam kalu ekstrem mirë, si nga ona e repartit ku kam qenë e shtrirë për një javë, si nga ona sot i falenderoj shumë mamit, doktoreshat, gjitha janë konë perfekt. Falenderimet të tilla Zeqira tregon se pranon shpesh. Kjo ndodh edhe për shkak të mbështetjes emocionale që mamit ju ofrojnë nënave shtatzana. Qështë ka thonë ty mjeku ginekolog? Jo, thamë, ka thonë mundesh me lind normal, mirë po më po frigona. Thash hajde po e provojna, unë ku me qëndru afër. Lindja shkoj shumë mirë. Edhe në fond tha, wow, tha, ja, unë me ditë kështu, as një moment nuk e kisha baj stresin. Tash një vetë ku ma ardhë prapë.
Por ky profesion në QKK dhe në spitalet e tjera gjithani i vendi përballen edhe me sfida. Në klinikën tonë, mamit punojnë me përkushtim të jashtëzakonshëm, shpesh në kushte sfiduese. Kur them në kushte sfiduese, na kupton që volumi i punës është goxha e madh, ndërsa personel staff ka më pak. Duhet marrë parasysh që goxha një pjesë, 50% e stafit janë të moshës 50 e lartë. Dita ndërkombëtare e mamive festohet tradicionalisht me 5 maj, një traditë që daton që nga viti 1999, duke ndërruar rolin thelbësor të tyre në kujdesin për nënat dhe foshnjat.